yuqimuna salate, ose aqimu salate, wa atu zakat. Ne përkthejna falin namazin, po në fakt, falin namazin ka term tjetër, fjalë tjetër, shprehje tjetër, por ka përdorur Allahu shprehjen aqimu salate, ose yuqimuna salate, sepse kjo shprehje në gjuhën arabe përbën më shumë kuptime se sa thjesht kuptimi veç falu. E që i bie, faluni, tamam që shkërkohet për jush, duke filluar nga abdesti, mërni abdes nga dal e mirë. Jo mungut, jo më dirë shumë ujë, laj gjymtyr, të gjitha ranë njërin pas tjetërës mirë. E pastaj, të razanën, palesënetin, nësi e vetëm, dal nga dal. E pastaj bënë kamet dhe hënën fars. Dhe mundohë më përqëndru me krejt qenjen tante. Prej duarë kur të ngrish lartë, Allahu Akbar, e që i bie, Allah është më i madhë, më i madhe se qka, që është do gjë tjetër, më i madhe se sa angazhimi me dynja, më i madhe se sa punë të cilat i pata i lash, e me të atje ki hala, o të për kupton fjallën, Allahu Akbar, është më i madhe se sa punë. Andaj të mirën me Zotin tem, që kështë më i madhe, dhe ja vlen më marrë me të më shumë, dhe ja dalë para tina. Pejgamberi ka thënë sallallahu alaihi wasallam, robi, kur është në namaz, dhe të kitë kujdes, mos pështyn para, nëse i vije, se i vjen ka njerës ka qarë për qitë, por në të djathë, por në të majtë, sepse para ka Allahun. Pra fal namazin, me farzët e tina, me shtyllat e tina, me senetit e tina, me mustahabatet e ti. Kjo është namaz cilësor.